zhvillimet në Turqi, do të qëndrojmë në fakt në lindjen e mesme atje ku ka zhvillimet të tjera. Unë e përmenda në fillim të emisionit sa fati për armëpushim mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po shkon drejt fundit. 22 prill është dita apo data e fundit kur ky armëpushim më pas rrjedhimisht i bie që të mos pushoj, mirë po një takim tjetër ende nuk është paralajmëruar, ndonse në forma jo zyrtare ka konfirmuar se diçka e tillë edhe do të mund të ndodhë. A do arrihet një marrëveshje paqe dhe sa larg do të jetë kjo marrë parasysh ku në tryezën e diskutimit janë armët bërthamore dhe ngushtica e Hormuzit, armët më të forta të Iranit, cilat i ka përdorur qysh prej fillimit të këtij konflikti. Gjitha këto i shtjellojmë bashkë me ish-generalin Det Prenga në lidhje të drejt për drejt nga Shqipëria. Zoti Prenga, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Faleminderit juve për kohën. Si po i shihni gjitha zhvillimet në lindjen e mesme? Ka shumë, pothuajse se sa herë që diskutojmë, të shumta janë zhvillimet atje. Vërtet siç ju e theksuat, janë të shumta, por e rëndësishme është që prioritare janë zhvillimet intensive diplomatike, në veçanti për lindjen e mesme, ku do thosha përveç aktorëve kryesor, Shtetet e Bashkuara, Irani, Pakistani, janë përfshirë tashmë edhe një grup shtetesh e vendesh të tjera që vërtet po punojnë seriozisht në aspektin real të diplomacisë, të uljes në tavolinë e negociatave dhe të finalizimit të këtij konflikti dhe të paqes e qetësisë jo vetëm mes Iranit e Shteteve të Bashkuara e Izraelit, por gjithë lindjes së mesme në aspektin ushtarak, por në këmbë të dështrimin financiar dhe ekonomik me ndikime të shtrirë po të thosë në të gjithë botën. Kështu që duke filluar nga dita e mërkurë e javës së kaluar, raketave edhe ose pasakt themi kapaciteteve luftarake të Izraelit, të Bashkuara ndaj Iranit dhe reagimet e Iranit ndaj Izraelit, por dhe gjithë vendeve të tjera të lindjes mesme, do thosh pra që është një lajm i mirë se ja kanë lënë vendin bisedimeve, raundit të parë të negociatave që zhvilluan në drejtimin e kryeministit pakistanez, por që ne edhe bota priste një nënshkrim marrëveshje, por nuk që e thanë për momentin, dhe të dy palët kanë luajtur tashmë krahas diplomacisë, kanë luajtur edhe me aspektin e kërcënimeve dhe të presioneve ushtarake, siç janë ajo Shtetet e Bashkuara të Amerikës që bëjnë të mundur bllokimin e ngushticës së Hormuzit, sidomos gjitha anijat tregtare që dilin nga forcat e Iranit. Zotri Prenga, sa e ngjasat për një takim të dytë me Iranin, pra i Shtetet Bashkuara të Amerikës bashkë me Iranin? Një takim i dytë me gjas duhet të ndodhë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e cila do ndalonte njëherët gjitha luftimet, mirë po sa afër mund të jetë ky takim i dytë? Në perceptimin tuaj, duke parë klimën aktuale të cilat kanë vetë klimën aktuale, zhvillimet diplomatike, por dhe gjithë aktorët e faktorët e tjerë që janë të përfshirë drejt për së drejti, dhe ata cilët nuk janë drejt për së drejti, janë në kahje në dur, dhe mendoj se fundi i kësaj jave ose fillimi maksimal i javës së ardhshme do të çonojë një raund tjetër bisedimesh, negociata, dhe mundësia më e madhe është përsëri për të zhvilluar në Pakistan, pasi Pakistani, përfaqësuesit e tyre me përfaqësuesit e Iranit kanë filluar tashmë sipas të lajmeve të ardha të minutës së fundit, kanë filluar bisedimet për të mund të ulur me ndërmjetësim edhe drejt për së drejti dhe për të patur negociata jo deklarata ultimative e kërcënuese, sepse nuk mund të jetë suksesshme nëse do të ketë qëndrime, si mund të themi, të cilat nuk mund të presupozojnë tolerancën, mirëkuptimin dhe uljen në aspektin e kërkesave të panegocueshme. Kërkesat e panegocueshme hyn tek pjesa e ultimatumeve dhe kërcënimeve dhe nuk mund të ketë bisedime me ndërmjetësim apo pa ndërmjetësim, duke lëshuar të dy palët nga pak në raport me kërkesat e tyre, dhe për të sjellë jo vetëm për Iranin,
për Shtetet e Bashkuara, për Izraelin, por për lindjen e mesme edhe shumë më tutje. Kjo më bën të besoj pasi edhe vendet e Evropës, Bashkimit Evropian, me iniciativën e kryeministrit të Mbretërisë Bashkuar dhe presidentit francez, por edhe reagimit e ministrit të jashtëm të Kinës, i cili i bën për të patur një ngushti Hormuzi të lirë dhe të transportohet e të lëvizë do anije e pa kërcënuar demonstracion. E qartë. Prenga, të ndalemi ndoshta pak tek ajo çfarë e thash shkrejt në fillim. 22 prilli është data kur përfundon marrëveshja e arritur për armëpushimin. Pra deri më 22 prill ishin marrë vesh palët që të ndalnin luftimet dhe çka prisnin ndodh më pas? Do të shtyhet, do të zgjatet kjo marrëveshja armëpushimi apo do të rikthehen sërish sulmet e intensifikuara, marrë parasysh që palët kanë pasur një kohë prej 2 javësh që të përgatesnin ndoshta edhe strategji të tjera për të cilat nuk jemi në dieni. Jam i bindur që kanë edhe variantet e tjera mbi tavolinë të dyja palët, por unë mendoj dhe besoj e shpresoj që nuk do të ketë nevojë për të pa variantin e dytë të ktyrjes së armëpushimit, pasi jam shumë optimist që gjithçka po lëviz në drejtimin e duhur për të ulur në bisedime, për të negociuar kriteret dhe kërkesat që ata kanë dhe për të parafruar qëndrimet e tyre e për të ndërtuar në finalizim një marrëveshje paqe. Nuk është e lehtë, si të gjithë ne e dimë që lindja e mesme ka qenë është dhe shpresoj të mos jetë më këtu, sepse pas më shumë se 3 dekadash arrin të ulen edhe delegacioni i Libanit me delegacionin izraelit. Sot kanë shkëmbyer telefonata 2 presidentet me njëri tjetrin. Kjo relativisht është jo kaq e lehtë, është relativisht e vështirë, por duket se tashmë ata e kanë kuptuar që e gjithë bota është dhe kërkon një armëpushim dhe një marrëveshje paqe. Ndjes, Prenga, nëse të kuptova qartë, është shkëmbyer sot telefonat mes kujt? Mes presidentit izraelit dhe atij libanez. E qartë, po. Se mendova se në rast se ka pas një e qartë, e kuptoj, tashmë bën sens, sepse mendova në rast se ka pas zhvillime sa i përket, po. Ishte telefonata pas takimeve që zhvilluan delegacionet në Washington. E kuptoj. Mirë, do ndalemi edhe shkurtimisht të diskutojmë edhe për çështjen e bisedime dhe mënyrën se si do të mund të rrjedhin gjërat mëtej, kur në tavolinë të diskutimit janë ngushtica, Hormuzit dhe armët bërthamore, 2 pika këto për cilat thuhet se në diskutimet që patën ato bisedimet maratonike 20 orë negociatash edhe nuk u arrit një zgjidhje. Si që e theksuat, ngërçmi kryesor ka qenë këto 2 pika që ju përmendet, por mendoj se pjesa e ngushticës së Hormuzit, siç ka qenë përpara se të fillote konflikti e lirë dhe e mundur për të lëvizur transporti i lirë, i pa kërcënuar dhe i pa rrezikuar, unë besoj që atë Irani e ka mbajtur si një aset për të bërë presion ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që besoj që ky aset që e mban për të bërë presion nuk do të ekzistojë dhe nuk do të ketë një këmbgulje të madhe për ta mbajtur. Problemi kryesor aty do të jetë, mendoj unë, vazhdimi për sa i përket programit bërthamor. Në qoftë se ata kanë pasurur deri në 60% atë sasi që tashmë dihet që nga viti i kaluar, rreth 400 kg, nuk e dim se ku është e si shkaktuar deri tani fati i tij, dhe ata do ta kenë të vështirë për të hequr dorë, edhe qoftë do të heqin dorë, do heqin për një kohë të kufizuar, që do të jetë nga 5 deri në 10 vjet, pra nga 5 vjet deri në 24. Duke kërkuar gjithmonë që ata ta zhvillojnë programin bërthamor për sa i përket aspekteve ekonomike të vendit të tyre. Por kjo do të kërkojë inspektim, sepse askush nuk mund ta përcaktojë se është uraniumi pasuruar 10%, 20% për nevojë ekonomike, apo ka kaluar në shkallë 80-90% që përmban rrezik për prodhimin e një koke bërthamore. Të gjitha këto do të jenë pika ku do të jetë më delikate dhe kryesore ku palët
do ta kenë relativisht të vështirë për të arritur në përfundimin e dëshiruar dhe në nënshkrimin e një marrëveshje paqe. Për para ty e them falë vetëm të konsekuencë, e them sepse armët bërthamore, programi bërthamor, po shikohet nga të gjitha vendet si një aset i madh për të ruajtur sigurinë e vendit të tyre dhe për të mos u gërshnuar e goditur nga vendet e tjera. Edhe nëse nuk do të përdoret për ta si armë sulmuese, shumica si aset të çmuar të mbrojtjes tyre. Qartë. Një pyetje krejt për fund, zotri Prenga, para se ta përfundojmë këtë diskutim. Presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, shpesh herë qysh prej fillimit të kësaj lufte, ka thënë se jemi pranë përfundimit, brenda 2 ditësh, brenda një jave, brenda 10 ditësh, ne po hymë në muajin e dytë dhe nuk kemi një marrëveshje përfundimtare, paqe, ose diçka e cila për një kohë të gjatë do i lënte vendet në qetësi dhe do jepte mundësi që të dialogohej pa luftime. Së fundi, Donald Trump ka thënë se luftës realisht po i vjen fundi. Sa mund t'i besojmë deklaratave të tij, duke i parë që shpesher ato që i thot në mëngjes nuk përkojnë me ato të cilat i thot në mbrëmje, pra janë kontradiktore. Pas një presidentit, veçanti presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është një administratë e fuqishme, e madhe dhe shumë profesioniste. Edhe në këtë kontekst jam i bindur që të gjithë këshilltarët dhe gjithë personeli që punon për presidentin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për situatën, i paraqesin variante të ndryshme ku kanë e vendne peshore, përfitimet, rreziqet dhe gjithçka tjetër. Dhe në këtë kontekst kam bindjen që siç ju e përmendet, deklaratat e tij që zën 1% e fare të vogël në vendimmarrjen përfundimtare që ai do të arrije, por jo të gjitha shprehen dhe jepen për publikun si informacion, pasi shumica atyre ruajnë fshehtësinë, janë të klasifikuara sepse humbasin atë efekt për të cilin ato krijohen dhe merren. Jam i bindur që gjithçka po diskutohet për të vajtur drejt finalizimit dhe përfundimit të kësaj lufte, pasi objektivat siç presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Amerika i ka përcaktuar janë arritur ato që kanë qenë në fillim, me pak gjëra të vogla për të cilat jam i bindur që do të arrihet në nënshkrimin e marrëveshjes. Ajo për të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesa, do thosha, mes humbjes dhe fitimit, është që regjimi iranian nuk ka rënë dhe kjo ngelet për të parë nga zhvillimet e brendshme që do të pasojnë pas nënshkrimit të marrëveshjes së paqes mes Shtetit e Bashkuara të Iranit dhe ndërmjetësit Pakistanit. Kjo do ngelet për të parë për arsye të zhvillimeve të brendshme, pasi në këtë rast do thosha e pamundur që të ndikohet për të ndryshuar regjimin. Megjithse, në goditjet që janë bërë nga ajri dhe nga deti nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, zinxhiri i komandimit dhe i drejtimit nga lidershipi politike deri tek ai ushtarak, sidomos në gatërt revolucionare, janë ekzekutuar, por kjo nuk do të thotë që regjimi mund të bjerë katlet. General, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e mesditës sot dhe bëre këto sqarime për shikuesit tonë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Nga këtu, shikues, ndahemi për pak çaste publicitet. Në pjesën e fundit, siç e thash edhe krejt në fillim, do të diskutojmë me ish konkurrentën e Big Brother VIP Kosova, Shkurte Haxhiu, për jetën e saj pas Big Brother, sfidat dhe planet, projektet, humanizmin dhe shumë të tjera, vetëm pas pak.